Me kalimin e kohës çdo gjë po bëhet më së transparente, jo se nuk ka qenë, por deri me tani asnjë nuk është e informuar se kush është pjesëtar në këtë film përveç aktorëve kryesor që janë Kiara Luizi dhe Lunushi. Bëhet fjalë pra cilët janë aktorët e tjerë si figurant ashtu dhe ata plotësues pa të cilët filmi nuk realizohet. Bëhet fjalë pikërisht për disa personazhe të cilët Luizi ka vendosur t'i lejë surprizë e t'i zbulojë një nga një në sekuenca ose foto. Këta nuk janë personazhe të rastësishëm, por janë pikërisht personazhe televizive nga fusha të ndryshme të televizionit. Njëri prej tyre është aktori i njohur Shkodran Patriot i Luizit dhe mik i Kiarës, i cili me humorin e tij Akil Varfi është një prej personazheve të reja në Portokalli, por një djalë i talentuar për humor dhe në aktrim. Luizi bashkë me të kanë marrëdhënie shumë të mira, si dhe ai i ka përshtatur një rol ku Akili e ka pranuar me kënaqësi dhe thotë se është ndër të punosh me të madhin Luiz në këtë super projekt. Ata kanë ndarë një sekuencën në banakun e një bari ku po konsumojnë një pije e nën shoqërinë e njëri tjetrit, bëjnë humor dhe qeshin pafund. Ndërsa një tjetër i ftuar special, një personazh i mirënjohur edhe pse moshatar, e kemi përmendur edhe më parë pse Luizi ishte bashkë me të mos vallë një takim i rastësishëm me mikun e tij të vjetër që e ka mbeshtet dhe i ka dhënë dorën në fillimet e tij, apo për një bashkëpunim të mundshëm. Bëhet fjalë për muzikantin e njohur dhe ish drejtorin e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit, maestro Zhani Ciko. Bashkëpunimet në fushën e artit midis Shqipërisë dhe kinematografisë na e konfirmoi vetë i madhi Luiz, i cili së bashku me Lunushen u shfaqën krah tij. Luizi i vlerëson figurat e skenës dhe miqtë e vjetër. Ai i përkrah në iniciativat që merr duke i vlerësuar dhe duke i shpërblyer fale talentit që kanë dhe për punën që bëjnë. Urime Luki suksesën në këtë super projekt. Në vijim do të zbulojmë dhe talentet e tjera e pjesëtarë të tjerë të filmit. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.